Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do ta besoni, vetëm 10 kokra rush në ditë dhe thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Rushi është rritur mbi tokë për mijëra vjet dhe i ka ardhur në ndihmë njerëzimit jo vetëm për ushqim, por edhe për shëndet. Rushin e gjejmë në varietete dhe në madhësi dhe në ngjyra të ndryshme. Rushi në veçanti është ndër më të pasurit me antioksidantë të cilët e mbrojnë organizmin nga shumë sëmundje të ndryshme. Përpos antioksidantëve, rushi i zi është i pasur me fiber, vitamina, minerale dhe në këtë video ju do të mësoni të gjitha arsyet se përse ju duhet që të konsumoni rush sa më shumë. Ndihmon kundër diabetit. Sipas ekspertëve, antioksidantët të cilët gjenden tek rushi i zi luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundjet e zemrës. Antioksidantët tek rushi i zi ndihmojnë gjithashtu edhe në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit, por edhe përmirësojnë funksionet e enëve të gjakut. Shëndeti i trurit. Antioksidantët gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm edhe në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe humbjes së kujtesës. Shëndeti i syve. Studimet kanë treguar se njerëzit të cilët jetojnë në zonën e mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdes së syrit dhe problemet me shikimin. Kjo i atribuohet ushqimit dhe sidomos konsumit të rushit dhe verës që prodhohet prej tij. Rushi i zi për një gjumë më të mirë. Ndonse të kufizuara studime tregojnë se rushi në përgjithësi dhe ai i ziu në veçanti janë burime të shkëlqyera të melatoninës. Ky hormon ndikon jo vetëm në ardhin e gjumit, por njëkohësisht edhe në cilësinë e tij. Ekspertët thonë se ngrënia e rushit të zi në mbrëmje përmirëson cilësinë tuaj të gjumit. Rushin e zi mund ta përdorni në sallata frutash, ta kombinoni me lëngje, ta hani me kos ose veçmas për një shëndet sa më të mirë. Rushi është rritur mbi tokë për mijëra vite me radhë. Ai është një frut i pasur njëkohësisht edhe në ushqyes dhe antioksidantë të cilët i bëjnë mirë shëndetit. Përfitimet kryesore të rushit për shëndetin. Vitamina C dhe K. Një filxhan me kokra rushi përmban 27% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 28% të vitaminës K. Ndërkohë, sipas të dhënave, rushi është i pasur njëkohësisht edhe me vitaminën B6, fiber, kalium, mangan dhe antioksidant. Këto të fundit, sipas informacioneve, ofrojnë një mbrojtje të jashtëzakonshme për organizmin, sidomos ndaj sëmundjeve si diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Rushi gjithashtu do të ofrojë një mbrojtje sa më të mirë për zemrën sepse disa prej përbërësve të shumë të këtij fruti dhe të verës që prodhohet prej tij ofrojnë një mbrojtje kundër sëmundjeve të zemrës, duke qenë se studimet kanë konfirmuar se rushi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit. Mbrojtje kundër diabetit. Ndonse rushi është një frut me përmbajtje të lartë sheqeri, ai ka një nivel të ulët të indeksit të glicemisë. Ekspertët gjithashtu thonë se përbërësit bimor të tij e mbrojnë organizmin tuaj, sidomos nga rritja e sheqerit në gjak. Shëndeti i syve. Përbërësit bimor të rushit, siç janë për shembull resveratroli, gjithashtu luteina dhe zeaksantina, ofrojnë një mbrojtje për syt nga disa prej sëmundjeve si perdja e syrit ose glaukoma. Gjithashtu, shëndeti i kockave është treguar se mund të përmirësohet falë rushit. Mineralet si kalciumi, magnezi,
kaliumi, fosfori dhe mangani janë njëkohësisht të dobishëm për shëndetin tuaj të kockave. Këto minerale të cilat gjenden tek rushi kanë një efekt mbrojtës për kockat kundër baktereve dhe infeksioneve. Vitamina dhe minerale që përmban rushi janë të dobishme për sistemin imunitar dhe paistin atë me mekanizmat e duhur për mbrojtjen ndaj infeksioneve dhe gjithashtu baktereve. Për jetëgjatësinë, resveratroli që ne përmendëm aktivizon njëkohësisht gene të cilat e ngadalsojnë plakjen dhe nxisin jetëgjatësinë tek njeriu. Inflamacioni kronik luan një rol kryesor në zhvillimin e sëmundjeve kronike siç janë sëmundjet e zemrës, diabeti, reumatizma dhe gjithashtu sëmundjet autoimunitare. Kokrat e rushit ju mundet që t'i konsumoni dhe t'i shijoni të freskëta të ngrira në formën e lëngut ose në verë, por pa e tepruar. Përfitimet më të mëdha ju do t'i merrni nëse zgjidhni ta konsumoni rushin të freskët. Lufton plakjen. Një nga përfitimet më të mahnitshme të këtij fruti është përmbajtja e tij e lartë e antioksidantëve, veçanërisht resveratrolit, një përbërës i fuqishëm i cili lufton radikalet e lira dhe ngadalson plakjen e qelisave. Përveç kësaj, polifenolet në rush luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen kundër stresit oksidativ. Antioksidantë të tjerë të cilët përmbajnë në rush përfshin antokjaninat, flavonoidet dhe acidet fenolike të cilat ndihmojnë në ngadalsimin e proceseve të plakjes. Gjithashtu, ato do të ndihmojnë edhe në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Rushi është i shkëlqyer për shëndetin tuaj të zemrës dhe sipas ekspertëve, fal përmbajtjes së lartë të këtyre antioksidantëve, siç është resveratroli, flavonoide dhe njëkohësisht vitamina C, ndihmon po ashtu edhe në mbrojtjen tuaj të inflamacionit dhe ulë gjithashtu zvogëlimin e rrezikut të presionit të lartë të gjakut duke mbështetur shëndetin kardiovaskular. Përveç kësaj, fibra në rush ndihmon edhe në rregullimin e niveleve të kolesterolit duke ulur kolesterolin e keq dhe rrezikun e arteriosklerozës. Ndihmon në tretje. Konsumimi i rregullt i rushit mund të përmirësojë shëndetin tuaj të zorrëve dhe të mbështesë tretjen e duhur. Përmbajtja e tyre në fibra e bën atë një aleat të shkëlqyer për ruajtjen e një mikrobiote të fortë të zorrëve dhe nxitjen e tretjes së shëndetshme. Rushi gjithashtu ndihmon në ruajtjen e funksionit të duhur të zorrëve, duke parandaluar kështu kapsllëkun dhe duke nxitur mirëqenien e përgjithshme të tretjes. Mbështet shëndetin e syve. Rushi është i dobishëm për shikimin për shkak të përmbajtjes së karotenoideve, veçanërisht luteinës dhe zaksantinës, dy antioksidantë mjaft të fuqishëm që mbrojnë retinën nga dëmtimi nga rrezet ultraviolet. Dhe stresi oksidativ, konsumi i shpeshtë mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të syve që lidhen me moshën, siç janë degenerimi makular dhe katarakti. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj.
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.